Mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi për ju nga shtunë 25 tetor 2025. Dashi. Takime të lumtura. Në ditët në vijim duhet pak guxim për të bërë gjëra, por për fat ju keni vërtet guximin që nuk ju mungon. Demi. Ju duhet të sqaroni rreth jush. Mendoni vetëm për atë që duhet të bëni, por kërkoni bashkëpunëtorët e duhur. Binjaket. Tensione të mundshme. Momenti i tensionit në familje. Gaforja. Ju jeni shumë i lodhur sot. Për çështje burokratike ka kaq shumë për të rishikuar. Luani. Marrëdhëniet e reja kalojnë një periudhë të çuditshme, mjaft të pasigurt. Mundohuni të shmangni komplikimet, dëshironi të ndryshoni jetën tuaj, por keni kujdes nga njerëzit e rrem dhe hapat e rrezikshëm. Virgjëresha. Edhe pse jeni duke përjetuar një periudhë fuqie, kjo ditë lë pak për të dëshiruar. Her pas here, ndjenja juaj e lindur e hiperkriticizmit zgjohet dhe duhet mbajtur nën kontroll. Nervozizmi. Peshorja. Çështjet juridike dhe financiare duhet të trajtohen mirë, në dashuri ka disa mosmarrëveshje të vogla për t'u kapërcyer, është më mirë të vëzhgosh dhe të mos flasësh, lajme të mira për disa javë. Akrepi. Fitnesi fizik paksa në rënje. Keni nevojë përpara për të realizuar një projekt në shtëpi ose personale, kërkesa për hipotekë, kredi. Dashurit që kthehen ose të reja nëse nuk luani fort. Shigjetari. Një përgjigje mund të vijë më shpejt nga sa e imagjinoni. Pritet një rikuperim sentimental dhe premtues janë edhe takime të reja. Britsjapi. Është koha e duhur për të menduar për një dashuri të re. Jepni hapësirë të tjerëve dhe kërkoni dialog. Ujori. Nëse një çështje ligjore ju shqetëson prej disa kohësh dhe së shpejti do t'ju bëhet një propozim i rëndësishëm dhe vendimtar, është mirë të pranoni një kompromis. Merrni parasysh trupin tuaj. Mos jeni i pavendosur, shumë i përqendruar në detaje. Takimet e preferuara tashmë gjatë mbrëmjes. Peshqit. Në përgjithësi, nuk do të doni të bëni shumë. Nëse për ca kohë nuk jeni më interesuar për një histori zyrtare, keni kujdes që të mos vini në siklet. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.